Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar tek rrugtimi i bukur i cili do të na visë shpejti në televizionin Top Channel. Ju e dini shumë bukur që televizioni Top Channel tashmë po hapën dyert e shtëpisë më të famshme shqiptare. Të shtëpisë ku të gjithë do të pasionohemi me banorët, me ngjyrat, me dinamikat që do të ndodhin brenda asaj shtëpie. Por zyrtarisht tashmë nga një publikim i cili është bërë edhe në rrjetet sociale të Top Channel, po ashtu edhe në rrjetet sociale të presidentes së kësaj kompanie Lori Hoxha, po ashtu të producentes së Big Brother VIP Albania 5 Sara Hoxha dhe moderatorit të konfirmuar zyrtarisht Ledion Liço. Për të qenë koherent, unë edhe ditë më parë kam thënë që Ledion Liço do të jetë moderator i Big Brother VIP Albania 5 pasi që ishin burime të sigurta. Jam i bindur që Ledioni do të shkëlqej edhe në këtë spektakël ashtu siç ka shkëlqyer në 2 edicionet e mëparshme, me dashurinë e tij, me pozitivitetin e tij, me energjinë e bukur dhe me formën se si Ledioni përzgjedhën që të prezantoj këtë reality show. Siç duket, Big Brother VIP Albania është në prag të fillimit të saj. Avash po dalin gjërat, po dalin moderatori, do të dalin opinionistët, do të kemi pjesë nga shtëpia e këtij kastit, edhe pse në fakt dera e hyrjes është zbuluar në emisionin e Shqipëria Live nga gazetaret e Top Channelit, të cilat folën për këtë rrugtim, por nga informacionet që unë kam arritur të siguroj, pritet që të jetë një spektakël i papar, pritet që të jetë diçka krejt ndryshe nga vitet e kaluara, do të thënë krejtësisht një rrugtim tjetër që nuk ka të bëjë fare me rrugtimin e vitit kaluar, pritet të jetë një kast i ri, një kast më energjik, një kast më pozitiv që do të na falë të gjithëve dashuri edhe shumë adrenalin. Ledion Liço zyrtarisht do të mbetet moderator i këtij spektaklit këtë vit, edhe pse në fakt kishte shumë zëra lart edhe poshtë për një krisje të Ledionit edhe Sarës, marrëdhënies së tyre të dashurisë, por fatmirësisht rezultoi që të ishte një gënjeshtër. Ato të dy po punojnë me shumë intensitet, po punojnë me një energji të bukur që të sjellin një kast që ndoshta nuk ka qenë më herët, një kast që do të na shokojë të gjithëve dhe pikërisht Ledioni po përgatitet edhe po bëhet gati. Do të thënë këto krisjet e vogla që po përfliten lart edhe poshtë kanë qenë krisje të bukura, krisje të dashurisë ku Ledioni dhe Sara kanë punuar me shumë intensitet në shtëpi, por edhe për të përzgjedhur banorët të cilët do të jenë jashtëzakonisht të veçantë, ku një ndër to ishte edhe banori Shpat Kasapi që do të ishte pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, por fatkeqësisht një ëndër që mbeti e pa realizuar. Do të presim në ditët në vazhdim për të zbuluar edhe opinionistët, edhe pse emrat edhe zërat të qarkullojnë lart edhe poshtë, por zyrtarisht nga televizioni Top Channel Ledion Liço mbetet moderator i Big Brother VIP Albania 5. Do të thënë gjërat siç duket po dalin avash nga i zoti i shtëpisë, më pas edhe për të zbuluar detaje të tjera të rëndësishme.